Prej 10 ditësh rruga Zaho Koka qëndron e bllokuar, një segment rrugor 1 kilometra i gjatë, ku firmës e cila po realizon projektin e rehabilitimit të 31 segmenteve rrugore nuk i kanë mjaftuar as 10 ditë kohë. Banorët e zonës shfaqen tepër të shqetësuar për këtë situatë. Te zgjatja e punimeve në kaq shumë kohë, sipas tyre vështirëson kalimin e këmbësorëve, por edhe të automjeteve të cilat nuk kalojnë dot në këtë rrugë. Banorët thonë se krahas kësaj përballen me pluhurin sa herë që kalojnë. Sipas banorëve, këto punime mund të bëhen shumë më mirë natën, atëherë kur nuk pengohet askush. Ritmet e punës lënë për të dëshiruar, ndaj banorët bëjnë thirrje për kontrolle dhe vendosjen të disa kritereve për firmat që punojnë në Vlorë. Shiko, unë desha të theshe këtë për rrugën, për shembull, shoh që punohet shumë, dhe sikur të vazhdoj me këtë ritëm është mirë. Po ky nxitim, ky bllokim i rrugëve vjen si rezultati i asaj që nuk punojnë me plan njerëzit, që ti bëjnë një herë mirë atë që bëjnë, atë që fillojnë. Edhe kjo është fatkeqësi e madhe, se nga ndonjëherë nuk kalon dot nga tymi këtu, nuk kalon dot nga zhurma, nga gjithçka që bëhet në rrugë. Megjithatë, ajo që punohet është gjallëri e jetës shoqërore. E pra, këtu është ajo çështja që nuk i planifikojnë mirë këto punë dhe nuk i kërkojnë llogari njëri tjetrit. Janë varësi këto punë. Kudo puna bëhet në piramidë, me kontroll nga lart poshtë. Nuk bëhet nga poshtë lart bëhet shumë rrallë, vetëm kur bëhen votime, kur bëhen kështu. Në këtë problem ne jemi shumë vështirë, të gjithë e dimë, domethënë se si jemi si shoqëri. E vërtetë është. Po shpresojmë na i rregullojnë. Patjetër që duhen bërë më shpejt. Ktu s'ka koment, çfarë koment do japësh? Normale, ajo tani tërbearin tym, plera. Kur nga biçikletën më tepër se pengohem, erëzohem, kurse për frymarrjen s'ka problem, po me biçikletën është problem, duhet të kesh kujdes, makinat, këto pragjet janë shumë të lartë, duhet ta ngrej biçikletën në dorë, ka probleme, po çfarë do bëjmë? Zgjidhja, të punohet më mirë, të mbarojnë sa më shpejt. Kjo është zgjidhja, të punohet nga qeveria. Po e kam parë hajrin e kësaj rruga, unë një javë kemi ndajur të ajo tjetër atje pas poshtë pistime. E bllokuar ka nejtë ajo. Shi komentoj, çfarë të them si gjitha punët tjera që kemi në Shqipëri, zvar i marrin të tëra, kush se ka kush me tërmend, me seriozitet, ato bëjnë punën e tyre, si mësjefi tyre. Natyrisht, boll pluhuri që vjen, lere që e kanë bërë parkim, si këtu, si atje është parkim, atje të tjetra parkojnë, edhe kamiona, edhe autobuza, edhe vetura, e furgona, gjitha, s'ke nga kalon, vetëm detyrohemi të kalojmë mes për mes të rrugës automobilistike. Trotuarat i kemi të zëna komplet, të paktën trotuarin e kanë të lirshëm, ne kemi të zënë komplet. Shikojeni ju atje, edhe bindeni edhe filmojeni. Se si është komplet e zënë, që nga ajo, thuaja, rreth rrotullimi, e djeri të fund pallateve, komplet e bllokuar trotuari, detyrohemi të kalojmë rrugës automobilistike, rrezikojmë jetën për ditë. Jo në sezon të turizmit, se është edhe turp. Turistat janë larguar, se nga çmimet, nga rrugët, nga pisloku, po punohet, po me ngadalë, shumë ngadalë. Po duhet punuar më shpejt, duhet punuar natën, se bllokohet trafiku, janë turistat, janë ditë. Me shpesh harrojmë, po prezioni jo një, mosha jonë jo, s'ka asnjë perspektivë. Shikojmë për këta një pritanë, 35 vjetë vajtëm, me një 20 vjetë me në veri, 75 vjetë, unë jam të dy sistemeve, po ne mosha jonë e paguam, punuam nga 20 vjetë dhe së përfituam asin gjë. Vlen të theksohet fakti se punimet për rehabilitimin e rrugës Zaho Koka duhet të kishin përfunduar pasi afati për rehabilitimin në total të segmenteve rrugore është brenda këtij sezoni veror, ndërkohë që deri më tani janë rehabilituar vetëm 7 rrugë dhe mbeten në total edhe 24 të tjera.